Partia Demokratike Shqiptare zhvilloi mbrëm tubimin kryesor në Struk për garën e 24 marsit. Lideri i PDSH-s Mendu Thaçi deklaroi se Struga e ka një avantazh që do të votojë Zjedin Selën, njeriu që vertikalisht i ka qëndruar besnik shkollës politike të Arber Xhaferit, të cilin do deshin ta votojnë të gjithë shqiptarët nga të gjitha trevat. Zjedin Sela është simbolika e një kuadri përsos në politikë kombëtar shkollës Arber Xhaferit. Figura dhe simbolika në 24 mars e rinjalljes çështës shqiptare këtu në Maqedoni. Ju lutem të gjithë që ta mbështetni. Flasim me të tjerët që mendojnë ndryshe. Vëmëria nuk e respekton, nuk e vlerëson, e nënshmon tërheqjen tonë prej këtyre. Ata nuk kanë reflektim moral për shkak se definitivisht duhet të rriheqin kandidatin e tyre në Strugën. Kandidati për kryetar të komunës së Strugës Zjedin Sela, në fjalën e tij theksoi se Strugën e fali Perëndia të bukur, e fali që këtu të jetojnë shqiptar, të lindin, të rriten dhe të vdesin këtu, dhe në këtë që e kemi trashëguar, ashtu do t'ua trashëgojmë nipërve dhe stërnipërve tanë. Përshëndetje lëvërisht, përshëndetje kënesht, tovarësh, tovarsisht, pou, livadi, përndrov, parisht, përkos, lëvurisht, përvec, përshëndetje për gjithë shqiptarët të Strugë. Në emrin tuaj, unë do t'jap një mesazh. Armen, kolegu imi në ruar, të hiqu, të njerëz ka në do t'japi një mesazh që të hiqësh. Hajde një dhe me njerëzit të cilët janë në me faqe parë. Këto janë njerëzit të cilët e shtua Strugën për 2009, të hiqu në emër shqiptare, të hiqu në 24 mars. Ne ju sigurojmë të gjithë, pa marrë parasysh, të kërkoj dhe për jush, të përcjellni një mesazh këtë gjithë qytetarët, të vëllezërit tonë, edhe ato të cilët nuk janë këtu. Ne kemi dalë për ta shtuar Strugën prej detrave të atyre që na tregojnë nga jemi. PDSH-ja dje pas dite mbajti tubim qendror në Kërçov ku janë prezantuar antarët e listës së këshilltarëve të kësaj partie për zgjedhjet e ardhshme lokale. Para të pranishmëve, fjalim mbajti barci i listës Hamid Sadiku, i cili kërkoi përkrahje nga qytetarët. Kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi, në fjalimin e tij tha se çdo herë kur shqiptarët kanë pasur vështirësi, kanë gjetur mbështetje te partia e tyre.